Partia Demokratike ka nisur zyrtarisht përgatitjet për zhvillimin e zgjedhjeve të brendshme duke vënë në qendër të procesit përditësimin e listave të anëtarësisë. Përmes një mesazhi zyrtar të shpërndar drejt kryetarëve të degëve në të gjithë vendin, bazuar në udhëzimin e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike Shqiptare, kërkohet azhornimi i plotë të dhënave të anëtarësisë së partisë. Sipas udhëzimit, listat e përfunduara të anëtarësisë do duhet të dorëzohen në selin qendrore të Partisë Demokratike në përputhje me afatet e përcaktuara. Në shkresën zyrtare theksohet domosdoshmëria e respektimit rigoros të këtyre afateve, duke konsideruar procesin si themelor për garantimin e standardeve demokratike brenda kësaj force politike. Në vim takimeve që keni patur me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare për përditësimin e listave të anëtarësisë, në këtë shkresë gjeni edhe udhëzimin, ndërsa duhet i përmbajni afateve të përcaktuara, thuhet në dokumentin zyrtar të shpërndar drejt degëve. Në lidhje me këtë proces foli për televizionin 6+1 Vlora, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara. Shara u ndal veçanërisht te kriteret e përjashtimit nga e drejta e votës në zgjedhjet e brendshme të Partisë Demokratike. Sipas tij, çdo person që ka kandiduar kundër Partisë Demokratike, ka qenë komisioner i forcave të tjera politike apo ka shprehur publikisht qëndrime kundër Partisë Demokratike, është i përjashtuar nga e drejta për të marrë pjesë në procesin e votimit sipas parimit një antar një vot. Në udhëzim është e përcaktuar, por ky është një përcaktim statutor në fakt, cili do person i cili ka kandiduar, ka qenë komisioner, ka shprehur qëndrime publike kundër Partisë Demokratike, është i përjashtuar nga statuti i Partisë Demokratike, kështu që ne nuk bëjmë asgjë tjetër veç se zbatojmë këto dispozita të statutit dhe të udhëzimit përkatës që ka dalë për këtë çështje. Kryedemokrati Hysni Shara theksoi se edhe në Vlorë ka persona të tillë, të cilët nuk do të jenë pjesë e listave përfundimtare të anëtarësisë. Sipas Sharës, verifikimi i listave do të jetë një proces i kujdesshëm dhe do të realizohet përmes krahasimit të dhënave nga 3 burime të ndryshme për të shmangur parregullsitë dhe përfshirjen e emrave që nuk përmbushin kriteret statutore. Patjetër ka persona të tillë në Vlorë si dhe në çdo deg tjetër të Shqipërisë, por unë ju them që ky është një proces që nuk do të shndërrohet në një gjueti për askënd, është thjesht po flasim për persona të cilët publikisht kanë mbajtur qëndrime kundër Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, por në rastin konkret kundër Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Shara konfirmoi se procesi i azhornimit të listave është dinamik dhe nuk përjashton mundësinë e prurjeve të reja në anëtarësi. Listat janë gjithmonë dinamike, sepse ka njerëz që largohen, ka njerëz të rinj që hyjnë rishtazi, kështu që do të bëhet ky proces i verifikimit duke konfrontuar 3 palista që janë zhvilluar në 3 votime të ndryshme, që janë referendumi 18 dhjetorit 2021, zgjedhja e kryetarit të PD-s-së dhe zgjedhjet për kryetarët e degëve që janë zhvilluar në pranverën e vitit 2022. Pra është ky proces që mund të marrë disa ditë më tepër, por gjithsesi jemi brenda atij afatit përcaktuar që ka qenë fundi i muajit janar. Kjo është e vetmi arsye e cila mund të çojë në një vonesë disa ditore, por nuk do me thënë gjë, sepse kjo është në shërbim të punës, në shërbim të azhornimit të listave të anëtarësisë dhe do të vazhdojmë dhe këtë proces. Përditësimi i listave të anëtarësisë konsiderohet si një hap kyç për garantimin e transparencës dhe legitimitetit të zgjedhjeve të brendshme të Partisë Demokratike, në një moment të rëndësishëm për organizimin dhe ristrukturimin e saj politik. Anëtarësimet e reja nuk pengohen asnjëherë, por në një periudhë 6 mujore anëtarët e rinj nuk mund të marrin pjesë në këtë proces votimi, siç e përcakton dhe statuti. Prandaj unë ju thash që azhornimi i anëtarësisë është një proces dinamik, ai nuk është i ngrirë në kohë, por është vazhdimisht i ndryshueshëm.